Pason për kapitenin e skuadrës Taleb, ka një ndërhyrje të fortë nga Erik Gjoga me 2 kohë, por nuk arrin dot. Është një moment vërtet i rrezikshëm. Largon në Sergio Ujka, ndal fitues në duelet ajrore, ndërkohë që mundësi tjetër për skuadrën e Laçit. Zbarkon mjaft mirë Sergio Ujka, në anën tjetër është Mario Barjamaj. Ujka e mban vetë topin. Barjamaj është i vetëm, Taleb e ka brenda zonës, goditja shkon në rrjet. Kaleb 0-3. Sërish Laçi që godet në fundin e kësaj ndeshje duke mbyllur llogarit i futur nga fusha e lojës Taleb Kail. Befasojnë bardhë e plut në këto kundër sulme. Festa është e kurbinasve. 0-3. Çfarë bën Sobowell, e mban topin dhe fton gjithë skuadrën dal përpara. Me 3 lojtarë sulmoi. Sergio Ujka, Taleb e mori topin dhe theu sërish portierin Ilion Lika për herë të tretë në këtë ndeshje. Largohet Sobowell tani për Gucin. Baza e ullë edhe një tjetër për Dokën, por Qato që ka rritur në sakt Taleb. Në përqe të udheq para këtë top për të lutë për Sobowali. Brenda në zonë, Sobowali kërkon në gjysmën e dytë të bëllës klasë. Doka. Lëvizjen e Hasanit, mbron mirë topin Taleb. Baza i përpiqet ta rimarrë edhe një herë tjetër. Një zonë mjaft e vështirë, mjaft e luftuar për të mbajtur një top në zotërim. Iut. Bazaj. Shumë tjetër top i humbur Taleb. Ujka. Finte e tij ka rritur. Ndërsa mund tjetë në aksionet i të fundit. Taleb rritë rikuperoj në një zonë mjaft kritike. Gabon krejtësisht Marcos Ramos duke dhuruar topin tek skuadra e Laçit. Kalil Taleb rritë kalon të dhe Albert Rodën. Sergio Ujka fton Sobowell në të majtë. Lika Frashëri përvon një top të gjatë. Fantastike për e tje, lë prapa tek Beqja. Pasim i gabuar i këtij fundi. Ball Mijakit, sërish Almuça. Vjen krosimi i tij interesant, largohet nga Taleb. Mungojnë centimetrat, por jo dëshira dhe vëmendja. Sërish ai Erik Da Silva. Gjen Talebin e lirë. Bukur e ka gjen vetëm Taleb, i cili shmang mirë Lorenzo Vilën duke depërtuar nga qendra. Kryeziu. Minuta e 66 e sfidës. Taleb rezultati me Skënderbeu dhe Teutës me 10 lojtarë skuadra korçare. Topi përpara, ndërhyn Mijaki. Nuk e largon siç duhet, por Taleb pastaj e çon mjaft mirë tek Qato. Vllaznis, ndërkohë që Ignatia barazoi me Partizanin 1-1. Ka ndosur mirë Taleb. Avancon me topin këmbë, e ndal frullin.
sepse shumë pak lojtar ka përpara. Taleb në duelin me Fangaj, e mbron topin mjaft mirë. Fangaj arrin përpara Taleb, Malluja udhëheq topin. Avancon vet, provon të shkojë deri fundore, por aksionin edhe Taleb gjithashtu vrapon, e vën zotrin përballë Lilës. Kërkon Gjej mundësi për ta krosuar. Taleb e nxjerr topin për Manellarin me finte, fton edhe një herë Taleb, i cili provon të futet nga qendra. Manellari avancon me topin, Manellari fton Taleb, aftë mirë nga qendra, kapiteni i skuadrës Laçit kalon këdo që del përpara, tani e dorëzon topin tek Isi Manellari, vjen edhe Taleb 1-1 me Lilën. Taleb brenda zonës arrin të shmang Zenullajin, krosimi i tij del shtyllës. Taleb kërkon Gjej Qaton,